Lista e Partisë Demokratike për zgjedhjet parlamentare të 11 majit ka lënë edhe shumë pa kënaqësi pas tek opozitarët. Deputeti Dashnur Sula, gjatë një komunikimi me gazetarët para seancës kuvendit, tha sot se u shkel me të dyja këmbët statuti i partisë. Ka të bëjë me parimet që duhet ketë një forcë demokratike si Partia Demokratike, një forcë që zoti Berisha nisi aksionin e tij me foltoren e famshme, me moton çdo individ politik dhe votat duhet jetë para në PD. Por fatkeqësisht u shkel me të dyja këmbët statuti. U shkel me të dyja këmbët gjithçka dhe përfundimisht në PD u zhbë statuti. U zhbë kushtetuta e partisë, tha Sula. Sula u shpreh ashpër ndaj përfaqësuesve të PD-s ndërsa theksoi se është larguar me një vendim të njëanshëm. Ai theksoi se ka qenë më i votuari në primaret e Elbasanit, si dhe ka plotësuar kërkesën për regjistrimin e mbi 300 bashkëdhetarëve në diasporë. Duke listuar të gjitha këto, Sula tha se nuk mund të lejojë që të përdhunohet. Sot, pavarësisht se nuk jam më tek Partia Demokratike që u largova për shkak të një vendimi të njëanshëm, dhe jam i vetmi person bashkë me kryetarin e PD-s Kavajës, të cilët jemi përjashtuar nga të gjitha kriteret që na u kërkuan. Dola i pari në qarkun e Elbasanit. Isha duke punuar në diasporë, në një kohë kur kryetarët e degëve komisioner të gjithë ishin të foltores, përsëri demokratët më votuan. Kjo nuk u mor parasysh nga zoti Berisha, nuk u mor parasysh që më shumë problemi është i sekretarit përgjithshëm Flamur Noka dhe Albana Vokshit që vendosin kriteret. Një kriter pasi u mbyllën primaret, pasi u mbyll procesi i regjistrimit të diasporës, u kërkua një numër brenda 2 ditëve 300 bashkëdhetar tanë të regjistruar, 610 për 2 ditë, edhe 2000 mund t'i bëja. Tani nuk mund të lejoj, po përdor termin të përdhunohem. Kam sakrifikuar për këtë parti jetën në kuptimin familjen time për gjithçka. Jam i vetmi person që nuk kam marrë kurrë një tender në kohën që ka qenë Berisha kryeministër. Kam bërë opozitë fort përballë Edi Ramës, tha Sula. Kujtojmë se ky i fundit u regjistrua në zgjedhjet e 11 majit në koalicionin Nisma Shqipëria Bëhet.